Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një recetë shumë të thjeshtë me perime që mund t'ju gjendet lehtë në frigorifer. Qëndroni me mua ta përgatisim bashkë. Fillimisht do të grim në rende 2 kungulleshka mesatare. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ju pëlqejnë ato, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi i kemi grirë kungulleshkat, do shtojmë pak krip në mënyrë që ato të lëshojnë sa më shpejt lëngun e tyre. Pasi i kemi lënë 4-5 minuta, do t'ja heqim lëngun duke i shtrydhur me dorë, kështu siç po shihni në video, ose me një garzë të pambukt. Unë kam përdorur mënyrën më të thjeshtë duke i shtrydhur në këtë mënyrë. Siç e shihni, kanë mjaft lëng kjo perime. Pasi i kemi shtrydhur mirë lëngun që lëshon, do ta vendosim në një enë. Ndërkohë do grim po në rende 2 karrota mesatare ose një karrotë e madhe, varet se çfarë madhësie do përgatisni. Unë kam përgatitur në tavë me diametër 24 cm. Pasi kemi grirë edhe karrotat, i vendosim edhe ato në enë ku shtuam kungulleshkat. Po kështu do veprojmë edhe me patatet, një patate e madhe ose 2 patate mesatare. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili fënd i Shqipërisë apo i botës jeni duke ndjekur recetat e mia. Do të doja që ta shkruanit në koment nëse keni dëshirë. I kemi gati edhe patatet, i bashkojmë edhe ato në enë, duke vazhduar edhe me 2 vezë. Nëse perimet i keni të kopshtit, akoma edhe më mirë. Do shtojmë një lugë çaji krip, nenexhik të freskët. Nëse nuk e preferoni nenexhikun, mund ta zëvendësoni me çfarëdo lloj erze që ju preferoni, si majdanoz, kopër, rigon, 2 lugë vaj ulliri dhe një lugë miell gruri, pra një lugë gjelle. Masën do ta përziejmë shumë mirë. Kjo është një recetë shumë e thjeshtë, është ideale për çdo vakt, por sidomos edhe për ta marrë me vete në punë ose në shkollë, pasi mund të konsumohet edhe e ftohtë edhe e ngrohtë. Prandaj ju sugjeroj që ta provoni, pasi bëhet vërtet shumë e mirë. Është një ide mjaft e mirë që fëmijët të konsumojnë perimet, nëse edhe fëmijët tuaj bëjnë naze, ashtu si edhe djali im ose ashtu si shumica e fëmijëve. Këto janë mënyrat për t'i përgatitur në mënyrë që ata t'i konsumojnë me dëshirë. Masën e kemi gati, në tavën që do pjekim shtojmë pak vaj ulliri ose çfarëdo lloj vaji që ju përdori në kuzhinë dhe një letër pjekje. Kur ne vendosim vaj, letra e pjekjes ngjitet më mirë dhe nuk lëviz, duke e puthitur shumë mirë me ndihmën e një peneli kuzhine. Pasi e kemi gati, do shtojmë gjysmën e masës në tavë dhe do ta hapim me ndihmën e një luge ose me ndihmën e një shpatulle. Nëse nuk ju gjendet letra kuzhine, mund edhe të mos e vendosni, por thjesht mund ta nxirrni mjaft lehtë pas pjekjes, pasi duke qenë që masa është pak e lëngshme, sado e mirë të jetë tava, mund edhe të ngjisë pak. Prandaj nevojitet letra e pjekjes. E hapim mirë në të gjithë sipërfaqen pjesën e parë të masës dhe unë e kam mbushur me salcice pule, të cilat i kam ngrirë në rende, gjithashtu edhe me djath. Unë kam përdorur djath pice, pasi ne e preferojmë shumë, por mund të përdorni çfarëdo lloj djathi që ju gjendet në shtëpi ose çfarëdo lloj djathi që ju preferoni. Pra mbushjen mund ta përgatisni sipas dëshirës. Unë salcicet i kam ngrirë në rende edhe djathin, por nëse dëshironi më shpejt, mund ta prisni në copa ose në feta, po ashtu mund të veproni edhe me djathin.
I vendosim të dy përbërësit në mes duke I hapur në të gjithë sipërfaqen, kështu si po shihni në video. Po kështu edhe djathin dhe do shtojmë pjesën e dytë të masës që përgatitëm, duke e hapur shumë mirë gjithashtu në sipërfaqe me ndihmën e lugës ose me ndihmën e një shpatulle. Nëse dëshironi që ta bëni edhe më të pasur si recet, mund të shtoni edhe fara, për shembull fara susami, fara kungulli ose fara lule dielli, pra sipas dëshirës. Unë kam përgatitur shumë gjatë verës këtë recet dhe kam shtuar edhe fara susami duke qenë që djali im e preferon shumë susamin. Në këtë recet nuk kam vendosur. Siç e shihni, hapi mirë masën në të gjithë anët, duke e sheshuar në mënyrë që të mbulohet masa mbushëse dhe në sipërfaqe kam shtuar një lugë djathtë kaçkavall, kjo është sipas dëshirës, dhe pak vaj ulliri. Edhe nëse pak gjalp nëse do vendosni, bëhet shumë e shijshme. Unë e kam shmangur dhe kam shtuar vetëm vaj ulliri. E pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Them gjithmonë derisa të jetë gati, pasi pjekja varet në varësi të sobës që ju keni. Duket me sy kur merr këtë ngjyrën e bukur që do shihni tani, ka një aromë vërtet shumë fantastike. Unë ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni, pasi jam e bindur që e gjithë familja juaj do e pëlqej. E presim bashkë, siç e shihni është krokante në sipërfaqe dhe pambuk e butë në brendësi. Përveç se ka shije, është edhe e shëndetshme pasi ka mjaft perime në të. Unë e kam prerë në copa të vogla, mund ta prisni sipas dëshirës, kështu fëmijët tuaj do ta adhurojnë. Provojeni dhe shijojeni. Pres përshtypjen tuaj në koment për këtë recetë. Faleminderit që më ndiqni.